Kjo është pjesa e Al-Falidit, pra e qytetit tjetër Dubait, që është kthyer në pazar, edhe kjo është pjesë shumë interesante. Në fakt ka qenë zona ku ka jetuar familja Al Maktoumi, e rullerit të Dubait. Është restauruar tash diku në fund të viteve 90. Al Maktoumët janë vendosur në si drejtues si ruller Dubait në 1833, pra thuajse mbushin 200 vjet që drejtojnë qytetin, por fama e tyre më e madhe vjen në fund të viteve 60, fillim viteve 70, kur mbas shpalljes pavarësisë së Emirateve Arabe, ata filluan të ndjekin një linjë krejtësisht ndryshe nga vendet e tjera arabe të zhvillimit të zonës. Ky është pazari. Kjo pjesa e Spice-it. Gjitha godinat janë të vjetra, të restauruara. How are you? Good, how are you? I'm good. Happy New Year. Happy. Është e gjithë pjesa e vjetër. Zakonisht shqiptarët që vinë në Dubai nuk shfaqen në këtë zonë. Gjen shumë pak që të përshëndesin, por turistët vijojnë ta vizitojnë. Është një zonë e cila ka qasje në Krik Dubai. Kjo është pjesa e fortesës. Në anën tjetër mund dalësh në det, në kanalin që çon det. Është e gjitha zonë pazari. Edhe në kafene në midis tyre. Këtu është pjesa e Spice-it, pjesë pak më moderne. Thank you. What is this one? This one is alarm stone. Alarm stone. Yeah, for Is used for shaving use. for after shaving use. Yeah. What is this Arabian food? Edhe këto të gjitha Spice, sa zvet nuk e di çfarë janë. Ja, çfarë mund gjesh në pazarin e Spice-it. Ka aq shumë gjëra sa nuk di të them. Këto ishin shtëpitë e lagjes vjetër të Dubait, të gjitha medalje nga uji po të shihni. Janë vendosura buz kanalit që të nxjerrë në det, Krik Dubait. Dhe është pjesa e vjetër e Dubait, tani e kthyer në atraksion turistik.